Sot në orën 1:50 pas mesnate në Gostivar, zyrtar policor nga stacioni policor i Gostivarit kanë privuar nga liria një 34 vjeçar nga Gostivari për shkak të dyshimit të bazuar për vepër penale vrasje. Paraprakisht në orën 1:30 në stacionin policor në Gostivar, një person ka raportuar se dyshon për vrasjen e një antari të familjes së tij. Zyrtarët policor menjëherë kanë dalë në vendngjarje dhe në shtëpi është gjetur i vdekur një 63 vjeçar nga Gostivari me lëndime të dukshme dhe gjurmëdhune në pjesën e kokës, pas së cilës për shkak të dyshimit se bëhet fjalë për vrasje është privuar nga liria djali i tij. Sipas deklaratave fillestare të dyshuarit, babai i tij kishte ndërruar jetë një ditë më parë rreth orës 14:50 pas një rrëzimi në banjo, por rastin nuk e kishte denoncuar tek shërbimet kompetente. Është njoftuar prokurori publik dhe po ndërmerren masa për zbardhjen e ngjarjes, pas së cilës do të dorëzohet kallëzimi i përkatës. Dje në orën 18:30 në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 39 vjeçar nga Gostivari gjatë bastisjeve në shtëpinë e tij dhe ambientet ndihmëse të rrugës Balindol, si dhe në banesën e tij në rrugën Ilinden, të kryera me urdhër gjyqësor. Janë gjetur dhe sekuestruar 13 qese me lëndë të bardhë pluhur, peshore digjitale, rreth 150 copë municion të kalibrave të ndryshëm, një pistolet sinjalizuese, patrona për pushk gjuetie dhe një pushk ajrore. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të ngrihet kallëzim përkatës sipas nenit 215 dhe nenit 396 të kodit penal. Dje në orën 11:25 në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 22 vjeçar nga fshati Liseci Tetovës. Ai kërkohej me fletarest në bazë të urdhrit gjyqësor për vuajtje të dënimit me burg në kozgjatje prej një viti për vepër penale të kryer sipas nenit 216 të kodit penal. Personi është dërguar në institucionin dëshkues përmirësues burgu i Tetovës për vuajtjen e dënimit. Dje në orën 10:50, një person 24 vjeçar nga fshati Bërvenic ka raportuar se rreth orës 10:40 në rrugën drejt fshatit Çegran është sulmuar fizikisht nga një person i cili drejtonte një automjet me targa regjistrimi të Tetovës, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 12:55 në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar, një 28 vjeçar nga fshati Çalje ka raportuar se derisa po kryen të detyra pune me makinë pune eskavator në stacionin hekurudhor në Gostivar, një person është sjellë në mënyrë agresive ndaj tij dhe ka tentuar ta sulmojë me një mjet të mprehtë, po punohet për zbardhjen e rastit. Dje në orën 22:15 në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar, një 43 vjeçar nga fshati Forin ka raportuar se është kërcënuar nga bab e bir për shkak të një borxhi të pretenduar të djalit të tij. Sipas raportimit, ai është kërcënuar dhe sulmuar fizikisht, pas së cilës në mënyrë të kundërligjshme i ka marrë automjetin Audi A3 si garanci për borxhin e pretenduar, po ndërmerren masa për dokumentimin e rastit. Në mesnat në një fshat të Tetovës, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 55 vjeçar, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se ka sulmuar fizikisht dhe ka kërcënuar 3 vajzat e tij dhe ish bashkëshorten. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë kallëzim përkatës. Sot pas mesnate, një 30 vjeçar nga Tetova ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga disa persona brenda dhe para një objekti hotelerik në Tetov. Personi është dërguar në spitalin klinik të Tetovës për ndihmë mjekësore, ndërsa pas zbardhjes së plotë të rastit do dorëzohet parashtresë përkatëse.